ngjitur Qëndrim Tahiri, kategoria deri në 95 kg. Qëndrim Tahiri do të përballet me Di Carlo Domenico, pra një duel I kategorisë mbi 95 kg, po e shihni konstruktin e trupit të Di Carlo Domenicos, ndërkaq në anën tjetër Qëndrim Tahiri vërtet një sportist I vërtet, mirë po do të shohim se çfarë do të jetë dueli. Kategoria deri në mbi 95 kg. 3 raunde nga 2 minuta. Do të shohim se a do të qëndrojnë këta dy kickboxer deri në fund, apo do të përmbyllet dueli më herët. Do të shohim se cilët janë cilësitë e Qëndrim Tahirit, mirë po edhe të kundërshtarit të tij, Di Carlo Domenico. Filloi dueli. Një iniciative Qëndrim Tahirit, mirë po duhet të kujdesshëm nga këto goditje të Di Carlo Domenicos. Një low kick I Qëndrim Tahirit, duke lënë për t'i ofruar kundërshtarit të tij, Di Carlo Domenicos. Ka një goditje forte Qëndrim Tahirit, qëndron në këmbë atje Di Carlo Domenico, megjithatë janë disa përpjekje të tij. Ta godet qëndrimin, duhet jetë kujdesshëm padyshim. High kick tani Tahirit. Në këndin e Qëndrim Tahirit është Skender Shahinaj, dyshë organizatori këtij duelit, por edhe prezidenti VKU për Zvicër. Ditje forta nga të dyja anët, po shumë efikas Qëndrim Tahiri. Low kick nga Qëndrim Tahiri, po edhe nga Domenico, Di Carlo Domenico. Përfundoi raundi I parë. Skender Shahinaj mund të jetë I kënaqur, mirë po duhet të jetë më I kujdesshëm Qëndrim Tahiri, nga se cilësia është në anën e tij, mirë po shumë shpesh mund të ndodhë që kickboxer të tillë çfarë është Di Carlo Domenico mund të godas nga shumë përpjekje që I ka dhe I pati në raundin e parë, megjithatë mund të them, mund të konkludojmë që raundi I parë I ka takuar Qëndrim Tahirit. Betet të shihet se çfarë do të ndodhë në raundin e dytë. Noch die Information von den Kämpfer, Blauenecke, der Domenico De Carlo, 1,83 Meter groß, 117 Kilogramm schwer, kommt zu uns mit 2 Siegen, über 2 Niederlagen und 3 Unentschieden. Repräsentiert Serie Gym Winterthur und kommt aus Frauenband. Im roten Ecke der Qëndrim Tahiri, 1,80 Meter groß, knapp unter 100 Kilo schwer, 4 Siege über 2 Niederlagen, 1 Sieg durch K.O. Repräsentiert Zensportschule. Kommt von da aus Bockenswil. Links, rechts, lauf mit Beinen noch. Komm, Dumme, jawohl, weiter so. Niemel, komm. Komm, Dumme, lauf. Sulmit e para I takojnë Di Carlo Domenicos. Lauf. Ska përqafime, vrejtje nga ana e gjyqtarit në ring. Kom, lauf. Mach Dumme, komm. Lauf jetzt, lauf. Boxe, Dumme, komm. Boxe, ja, nee. Jawohl, weiter, jetzt. Një goditje e fort me gjuhë nga ana e Qëndrim Tahirit.
Të shojmë se do të ketë mundësi që ta vazhdoj duelin. Lauf, Domenico! Lauf! Aber jetzt! Lauf! Boxen! Boxen, Dome! Kick, pastaj middle kick Dome! të qendrim të ajirit. Domenico me tebe! Druke! Tani më shumë në përqafime në raundin e dytë. Boxen, Dome! Lauf, Domenico! Lauf! Gardi mbyllur i Di Carlo Domenicos. Dallimi në kilogram është evident. Mach Dome, mach! Jetzt machst du Dome! Schau mir mit bei, komm, lauf mit bei! Skënder Shahina kërkon nga qendrim të ajirit që t'i mbaj duart lartë. Mit hinten schmalt Domenico, lauf, lauf jetzt! Domenico! Përfundoi edhe raundi i dytë, i vështirë për qendrim të ajirin, por mund të them që në këto dy raunde ishte më i mirë se sa Di Carlo Domenico, mirë po duhet të ketë kujdes, nga se Di Carlo Domenico është shumë i papërshtatshëm. Fiton përshtypja që është i palëvizshëm, megjithatë mjaft i rrezikshëm në veprimet e tij, se do të jetë këtë ka parasysh edhe sekundanti i tij apo trajneri i tij Skënder Shahina, i cili qëndron atje në këndin e qendrim të ajirit. Do të mbahet edhe këta 2 minuta për të shënuar fitore qendrim të ajirit. Është i sigurt në vete, mirë po do të shohim se si do të rrjedh raundi i tretë. Ja, një goritje e fortë, shumë e fortë e të ajirit, mirë po duhet të ketë parasysh edhe mbrojtjen. Trojnë vetëm përpjekje, asgjë më tepër nga Di Carlo Domenico. Të dy janë lodhur edhe qendrim të ajirit dhe Di Carlo Domenico. Mach mir schnell, komm, lauf jetzt! Lauf jetzt! Dome, komm, lauf! Einmal noch, komm! Lauf jetzt! Kicken noch, Dome, kicken! Kicken noch! Kicken ist vergessen! Dome, kicken ist vergessen! Lauf! Lauf einmal! Kam vetur pak deri në fund. Një luftë shumë e vështirë, qendrim të ajirit. Është lodhur nga ky duel, nga këto shumë përqafime. Ky përqafimi i fundit nga Di Carlo Domenico dhe qendrim të ajirit. Edhe pse nuk pam diçka që mund ta veçojmë në këtë duel, megjithatë pati shumë përpjekje, mirë po
përpjekjet pa suksesshme të Di Carlo Domenicos, në anën tjetër disa përpjekje të suksesshme të Qendrim Tahirit që e bëjnë që ky duel t'i takoj atij, mirë po jo shumë të kënaqur dhe shikuesit që janë mbledhur këtu në Folketsville me këtë duel kanë pritur me siguri shumë më tepër nga kategoria mbi 95 kg. 30-27, 29-28. Für den einstelligen Sieger nach Punkten, Qendrim Tahiri! Fitore me pikë nga ana e Qendrim Tahirit. Fitore e tij fitore që lë shumë për të dëshiruar në duelit e tij të radhës.